E jani me mua të bëjmë disa blerje festive në Shpar për t'i dhënë atë atmosferën e magjishme shtëpisë. Shkova direkt te Panettonet dhe ka aq shumë zgjedhje në Shpar sa nuk di nga t'ja nisësh, duke përfshirë edhe këto kompozimet, këto shportat festive. Sektori i radhës padyshim që është ai i dekoreve, ku mund gjeni nga pemët tek dekorimet, tek dritat dhe çdo gjë tjetër që do ju duhet për dekorin e festave. U kënaqa shumë duke zgjedhur disa gjëra shumë të lezetshme. Më pas shkova sigurisht te sektori im, te këto gjërat e kuzhinës me motivet e festave. Kishte pjata, filxhan dhe çdo gjë tjetër që mund t'ju duhet. Më pas kalova tek zona bazar, e cila është një zonë ku mund gjeni veshmbathje dhe produkte të ndryshme. Unë shkova për pantoflat. Këto ishin gjitha gjërat që unë zgjodha. Më e rëndësishmja, mos harroni të bëheni pjesë e shorteut, të cili zgjat deri në datën 7 dhjetor. Dekorova shtëpinë me gjitha produktet që mora në Shpar, hapa Panettonen dhe direkt shtëpia u mbush me atë aromën tipike të Panettones. Ndesa sa qirinj, bëra edhe pak kakao të ngrohtë sepse i shkonte fiks Panettones. Nuk më mbetet gjë tjetër veçse të ulem, të marr një copë Panettone, një filxhan me kakao të ngrohtë dhe të shijoj filmat e mi të preferuar të Krishtlindjeve.